Mëkati që sjell keqardhje është më i mirë në sytë e Allahut se një virtyt që na bën krenar. Kjo thënie impresionuese e Imam Aliut nxjerr në pa një aspekt domethënës të marrëdhënies tonë me Allahun. Le të thellohemi në shpjegimin e këtij hadithi në dritën e Kuranit. Imam Aliu thekson se mëkati që na shqetëson, domethënë mëkati për të cilin pendohemi dhe ndjejmë keqardhje, është më i mirë te Allahu sesa një virtyt që na bën krenar. Kjo deklarat sfidon perceptimin ton për të mirën dhe të keqen, duke na kujtuar se kuptimi ynë mund të mos përputhet gjithmonë me urtësinë hyjnore. Për të kuptuar kuptimin më të thellë të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për shpjegim. Allahu në surën Bekare, ajeti 216, thotë: Ju ndoshta e urreni ndonjë gjë e ajo është e mirë për ju. Ndoshta doni diçka e ajo është e keqe për ju. Allahu e di, por ju nuk e dini. Ky ajet thekson se njohuritë dhe të kuptuarit ton të kufizuar mund të na bëjnë të mos pëlqejmë diçka që është përfundimisht e dobishme për ne, ose të duam diçka që është e dëmshme për ne. Për më tepër, në surën Enfal ajeti 28, Allahu thotë: Dhe dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, dhe se vetëm te Perëndia është shpërblimi i madh. Ky ajet na kujton se pasuritë materiale dhe arritjet e kësaj bote me të cilat ne shpesh krenohemi janë thjesht sprova nga Allahu. Ata nuk duhet të jenë burimi i arrogancës apo vetvlerësimit ton. Imam Aliu na mëson se një mëkat që sjell pendim dhe na shtyn të kërkojmë falje nga Allahu është më i mirë se një virtyt që na bën krenar dhe kryelart. Kjo ndodh sepse akti i njohjes së gabimeve tona dhe kërkimit të pendimit tregon për ulësi, sinqeritet dhe një lidhje të thellë me krijuesin ton. Për shembull, nëse një person bën një mëkat dhe ndjen keqardhje, ka më shumë gjasa që t'i kthehet Allahut me pendim të sinqert, duke kërkuar falje dhe udhëzim prej tij. Ky akt i përuljes dhe nënshtrimit ndaj mëshirës dhe faljes së Allahut vlerësohet shumë në Islam. Nga ana tjetër, nëse një person bëhet krenar dhe mendje madh për shkak të veprave të tij të virtytshme, ai mund të bjerë në grackën e vetbesimit dhe mendje madhësisë, të cilat janë të urryera nga Allahu. Kjo thonje shërben si një përkujtues për muslimanët që të vlerësojnë vazhdimisht qëllimet dhe veprimet e tyre. Kjo na mëson se virtyti i vërtet nuk qëndron në shfaqjen e jashtme të veprave të mira, por në sinqeritetin dhe për ulësinë me të cilën u afrohemi atyre. Na nxit të jemi të kujdesshëm ndaj egos son dhe të kërkojmë kënaqësinë e Allahut mbi gjithçka tjetër. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se një mëkat që sjell keqardhje dhe shpije në kërkimin e faljes nga Allahu është më i mirë se një virtyt që na bën krenar dhe vetbesues. Kjo thënie përputhet me mësimet kuranore, duke na kujtuar njohuritë tona të kufizuara dhe rëndësinë e përulësisë dhe sinqeritetit në marrëdhëniet tona me Allahun. Le të përpiqemi gjithmonë të kërkojmë faljen e Allahut dhe të mbetemi të përulur në ndjekjen tonë të drejtësisë.